Ndërkohë që pritet që pas pak minutash të nisi edhe marshimi nga sheshi Skënderbej në drejtim të kryeministrisë, aty ku një pjesë tashmë ka mbërritur, është duke montuar edhe fonia ku do të mbahen fjalimet. Ka patur gjithashtu edhe disa ditë të caktuara për protesta të ndryshme. Një ditë ka qenë dita ku protestohej për fermerët, një ditë ka qenë dita ku protestohej për pensionistët, ndërsa të shtunën do të jetë dita që vëmendje e veçantë do t'ju kushtohet grave në këtë protestë. Është, duhet thënë, i lartë, më i lartë se dje numri i qytetarëve në nisje të kësaj proteste, pasi ka shumë qytetarë që i bashkohen protestës përpara kryeministrisë, ka të tjerë që zgjedhin t'i bashkohen marshimit, kur marshimi nis në rrugët e Tiranës. Janë kryesisht të rinjt ata që udhëheqin këtë marshim, me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe dorëheqjen e qeverisë, ndërkohë që prej disa ditësh tashmë protestuesit kanë zyrtarizuar edhe kërkesat e tyre, i kanë lexuar gjatë këtyre 2 ditëve dhe ju kanë mëshuar kërkesave të tyre, 5 kërkesa. Kërkesa e parë është dorëheqja e kryeministrit Rama, kërkesa tjetër është krijimi i një qeverie teknike me persona jo politik, një tjetër kërkesë është kërkesa për ndryshime në kodin zgjedhor, që qytetarët të kenë mundësi të zgjedhin vetë deputetët dhe jo të dalin nga listat e mbyllura. Protestuesit kanë kërkuar gjithashtu edhe kufizimin e mandatit të kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate për një person gjatë gjithë jetës, e po ashtu edhe anulimin e ligjeve kryesore, si ligji 21/2024, i cili sipas protestuesve është ligji i cili ka dëmtuar zonat e mbrojtura dhe i ka hapur rrugë ndërtimit të rezorteve apo ndërtimeve të tjera në zonat e mbrojtura, dhe për këtë arsye protestuesit kërkojnë që të anulohet edhe ky ligj. Do të presim edhe pak çaste derisa të bëhet edhe nisja në drejtim të kryeministrisë, aty ku çdo ditë qytetarët protestojnë për disa orë me kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit dhe krijimin e qeverisë teknike. Kjo protestë duhet të nisi fillimisht nga Zvërneci, pas incidentit të ndodhur në Zvërnec, ku qytetarët u organizuan të nesërmen në incidentit të ndodhur, por shumë shpejt kjo protestë i tejkaloi për masat e asaj që ndodhi në Zvërnec dhe u kthye në një protestë kombëtare për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe largimin e qeverisë. Megjithëse kryeministri Rama gjatë këtyre ditëve është përpjekur ta minimizojë këtë protestë vetëm te Zvërneci, vetë protestuesit janë shprehur nga mikrofoni i vendosur në sheshin përpara kryeministrisë se kjo protestë e ka tejkaluar tashmë Zvërnecin dhe kërkesat nuk janë më vetëm për Zvërnecin, por kërkesa kryesore është largimi i qeverisë, pasi ata akuzojnë si burimin e të gjitha të këqijave që i kanë ndodhur Shqipërisë gjatë kësaj kohe. E akuzojnë për emigracionin, për gjendjen në të cilën ndodhet shoqëria, për çmimet e larta, për pensionet e ulta, për situatën në spitale e për shumë çështje të tjera, ndërkohë që kërkesës së kryeministrit për të dialoguar, protestuesit i janë përgjigjur se nuk ka dialog, por duhet të ketë vetëm dorëheqje të kryeministrit dhe t'i hapi rrugë krijimit të një qeverie teknike e cila do të përgatisi vendin për zgjedhje, një qeveri teknike me mandat 1 vjeçar, me persona jo të ardhur nga partitë politike, e cila do të përgatisi vendin për zgjedhjet e reja me një kod të ri, të miratuar me referendum që u lejon qytetarëve që të zgjedhin vetë deputetët që duan që t'i përfaqësojnë në parlament. Janë grumbulluar tashmë edhe qytetarët, i shohim me flamuj kombëtar dhe me pankarta. Në këtë protestë duhet thënë ka patur protestues nga të gjitha grup moshat, që nga pensionistët e deri tek fëmijët. Madje është krijuar edhe një kënd i veçantë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku fëmijët japin mesazhet e tyre në këtë protestë nëpërmjet pikturave që ata bëjnë
dhe nëpërmjet mënyrës se si ata e kuptojnë këtë protestë. Po ashtu ka patur edhe disa protesta dhe forma kreative të protestës. Ndërkohë, dje një ditë më parë është rrethuar kryeministria me shiritat që zakonisht policia e shtetit rrethon vendet ku ka një ngjarje kriminale dhe është cilësuar si skenë krimi dhe i është kërkuar drejtësisë që të reagojë për këtë skenë krimi. Po ashtu është një grup i madh flamingosh i cili u bë simboli i kësaj proteste, i cili vjen rrotull protestuesve gjatë gjithë kohës, së bashku me disa aktivistë të rinj të cilët bëjnë thirrje të ndryshme me megafon, duke elektrizuar kështu turmën e protestuesve. Pas pak do të nisi edhe marshimi në drejtim të kryeministrisë, ndërkohë që pjesa tjetër tashmë ka shkuar atje. Prej disa ditësh, duhet thënë një pjesë e qytetarëve kanë vendosur që të kalojnë natën përpara kryeministrisë, një pjesë tjetër zgjedhin që të rrinë edhe gjatë ditës atje, që të qëndrojnë 24 orë përpara kryeministrisë. Ka grupe të ndryshme në këtë protestë që marrin pjesë në këtë protestë dhe secili nga këto grupe zgjedh formën e vet të protestës. Dikush proteston, dikush marshon, dikush tjetër ka zgjedhur formën e protestës kreative dhe të aktivizmit kreativ. Ka nisur edhe fjalimet në sheshin Skënderbej, i ndjekim disa prej fjalimeve